Unë nuk besoj që mund të ketë ndryshime të mëdha, nëse përbërja është identike, ajo e kërkon një rikonfirmim në lëvizjen vetëvendosje. Autonomiti nga kallzo.com, kam një disa pyetje pak për juve zoti Kurti, a do ta ketë përbërjen e njëjtë kabinetit qeveritar me atë që keni prezantu për herë të parë, kur edhe keni pas mandatin për kryeministër? A do të jetë përsëri Albulina Agjiu e propozuar për krye kuvendare dhe duke marrë parasysh që keni marrë një 49.3% nga rezultatet preliminare si lëvizje vetëvendosje, a ka pretendent brenda lëvizjes vetëvendosje për postin e presidentit? Cilat jetë përbërja e kryesisë kuvendit duke filluar me kryetarin e kuvendit në legjislaturën e 10, pastaj cilat jetë përbërja e qeverisë së re dhe kush do jenë pretendent për president. Mua më duhet të them që e para na duhet të presim certifikimin e plot të rezultateve. E dyta na duhet një mbledhje në kryesi të lëvizjes vendosje sepse qartazi propozimet tona i kemi pasur për legjislaturën e 9. Tash në legjislaturën e 10, kur ti marrim të gjitha rezultatet, nuk ndryshon programi edhe orientimet. Ato i keni në premtimet edhe zotimet tona gjatë fushatës, pa do të jetë bashkë përbërja identike, nuk e them dot tash. Natyrisht edhe nëse përbërja është identike, ajo e kërkon një rikonfirmim në lëvizjen vetëvendosje. Pra nuk mund shkojmë me aprovimin e vjetër të kryesisë për të propozuar një kabinet qeveritar në legjislaturën e 10 pas konstituimit të kuvendit. Do të na duhet edhe një konfirmim. Unë nuk besoj që mund të ketë ndryshime të mëdha, por pakrahasimisht më të rëndësishëm se emrat e përveçëm të pozitave në ekzekutiv është programi qeveritar, i cili do të jetë mishërimi hollësishëm i zotimeve tona programore, në të cilat janë të gjitha zotimet e fushatës para nënshkurtit plus disa të reja. Dhe përveç kësaj përket çështjes së rizgjedhjes së presidentes ose zgjedhjes së presidentit, pa dyshim që ajo është hapi i tretë. Njëherë është konstituimi i kuvendit, shkojmë përbërjen e deputetëve të secilit grup parlamentar, pastaj është formimi i qeverisë, pastaj vije edhe ajo. Por para se të bëjmë çfarë do, besoj që do ta kem një takim në fillim të vitit të ardhshëm me presidentin aktuale zonjën Vjosa Osmani dhe aty madje do të diskutojmë cilat janë shanset e mundësit për para, sepse qartazi na duhet që të qëndrojnë 80 veta në sallë dhe kjo ndonë se tash mund të duket një çik më e lehtë pas rezultatit të 28 dhjetorit. E kemi parasysh nënshkurtin, vetëm shumica solide, atëherë kur ke edhe më shumë se ç'duhen, në fakt i ke aq sa duhen.